Të nderuar dëgjues dhe shikues të RTS, mirë mbrëma dhe mirë se takohemi në emisionin të njohim të vërtetën me profesor doktor Shefqet Krasniqin. Nga do që jeni dhe nga do që po na shikoni, ju përshëndesemi me përshëndetjen islame. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Do të jemi së bashku për një orë të plot me pyetjet juaja dhe pastaj sigurisht me përgjigjet dhe këshillat e hoxhës. Selamu alaikum misjeve. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mirë se jeni. Atëherë pa humbur kohë do të kalojmë tek pyetjet e shikuesve tanë që bëjmë përmes linjës telefonike dhe njëkohësisht edhe me SMS. Pyetja e parë ka ardhur dhe thotë se a lejohet urimi i festave të tjerëve? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. E falënderojmë Allahun e madhruar, salavat e selam pejgamberit e bekuar sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, shokëve të tij, familjes së tij dhe të gjithë atyre besimtarëve dhe besimtarëve të cilët kanë ndjekur, ndjekën dhe pasojnë rrugën atij burri të madh derisa tek kësaj dite dhe ata që vijnë pas nesh deri në kiamet. Pastaj ne si musliman jemi të urdhëruar të gjykojmë, të veprojmë, të flasim sipas librit të Allah të madhruar dhe sunetit e pejgamberit të bekuar sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Respektivisht të gjykojmë me Kur'an dhe me sunet. Feja jonë nuk njeh festa tjera pas dy festave, e që janë festat e Bajramit. Feja jonë i toleron të tjerët. Tani me thëmë për do shprejhe nuk është kondër, mund të keq kuptohet, se me thonë nuk është kondër, i bie është pra, i bie kur do pra do me thonë miraton një send. E miratimi feve tjera është pohim se ata kanë mirë. Në fakt nuk është të drejtë ajo. Nuk është të drejtë. Andaj termi tolerim mendoj se është më i saktë. I toleron të tjerët. Dhe subhanallah, prej madhështisë së kësaj feje, me që kjo fe vërtet është e madhe, është shumë e madhe, është e mëshirshme, është shumë e gjerë, është fe e shpirtit, e mendjes, e logjikës, e bindjes, jo e dhunës, jo imponimit, jo e detyrimit. Dhe për këtë ka argumente sa të duash, qoftë argumente nga Kurani, nga Suneti, nga praktika e përditshme, jeta e përditshme, të fillon nga praktika e pejgamberit, e radhaze, gjenerat pas gjenerate, derisa e kësaj dite, feja e cila pjesë e kësaj madhështie të kësaj feje është që fejt e tjera i toleron, i lën. Ua të tregon hakun të vërtetën, se nuk e keni mirë, o ju njerëz, në qanë ti të parëve të tyre, o ju pari, mësë i mashtrani njerëzit. Ju e dini se nuk e keni mirë, o ju njerëz, e dini. Ju e dini se pejgamberi është hak, Muhamedi është hak. Për ata Allahu i madhruar, në jetë kuranore, o thotë që fotëve të Medinës, pas sirët pejgamberi në Medinë, pe Mekës. Tha këta, ju e njihni këtë njeri, se fëmijët e juve, madje më mirë sa fëmijët e juve. Që e bjen ke më mirë sa fëmijët e juve? Që të mërmanja? Thjesht pyetët është. Që ta mërmanja, nëse kam drejt me të pyet. E njeni se fëmijët e ju, madje më mirë sa fëmijët e ju. Mëse mos më të kushtohet, mëse marrë kohë. Njeriu sa të që një fëmijën e vetë. %,1% të zambi, minimumi, në të minimumit. Ka mundësi ndonjëri prej tyne, ndonjëri prej qefotëve. Ka mundësi që greve të ka tratuar. A ka mundësi? Ha, kjo është.
Pra ju njeni fëmijët e juaj. Por, ndoshta dikush prej jush, me bëhat dënën fjallore me terminologjin tonë bashkohore të sotës, s'ka qenë atëra dënëja, të gjithë ndoshta nuk e dalin fëmijët e juve. Andaj ka mundësi keni një fije dyshimi tek fëmijët e juve. Atë kë nuk keni fije dyshimi. Kështu po thot Zoti që javë mendjen, javë bindjen. Nuk keni fije dyshimi. Andaj, mos mashtroni njerëzit. Mos luni me fatën e njerëzve. Por ja që njerëzit luajnë me fatën e tyre. Pastaj, çështja festa, veçanti festa e vitit të ri, veçanti komerciale është apo. Pagane, në parim pagane. Kështu që ai as më respektu nuk meriton. Këtu të tjerat meritojnë të respektohen nga se janë festa të feve të caktuara. Me një kallabllak hithtar, sa dush, miliona. Andaj respektoj njerëz. Pa e pagan, ai as më respektu s'meriton. Sepse ne s'kem pagan këtu, po të kishim ne pagan, që s'kem, budista, zjarputista, hindus, adhurin lopen. Dhe do të respektu njerëzve për hir të një bashkëtese, të një interese të përgjithshme nacionale, shtetërore tjerë, do të më respektu. Por çka kanë bëjnë në festë vitit të ri? Veçanti nëse musliman po flasim tash, çka kanë bëjnë? Pra është festë një herë pagane, tani është festë komerciale, festë e biznesmenëve dhe kontraktorëve. Kaq. Në kohën e komunizmit ka qenë edhe festë e politikanëve për me i tregu kënë se të rritat e atyne. Gjithmonë e kanë 100%, e kanë që plan programe në vend, gjithmonë 100%. Po pas ka pas ata 70-60, në 100%, në 150%, 200%. Kështu ka qenë sistemi komunist dhe kanë shfrytzuar vitin e ri. E tani me shpërmjoni tjetrën e me çon në rrugë, me vjedh. Kështu që kjo festa është kujna është, pra e komercialistave edhe kontraktorët që shiten. E pastaj e restoraneve të cilët edhe ata në emër biznesit ju konvenon kjo punë. Çka këtë bëjnë muslimanët me te? Pastaj do të mëkirë gjonat nga ana fetare. Muslimani me zbukuru shpinë e vetë për festat e fund vitit. E bëmen që hedhë fitan dhe hidhërimin e Zotit edhe nuk ka kush që të pajton me Allah. O i mirit, me kanë dënë këtë dynja më hidhru, ndoshta dikush të pajton me te. Po me bo më hidhru me Allahun kush të pajton. O filan, o vëlla motër. Kush të pajton me bo më hidhru me Allah, kush të pajton me te. Qarë, qka pa në vy neve festat të vitit të ri? Prall, rren, gënjeshtra, as gjatë vërtetit. Hatri fëmijëve nuk bën hatri fëmijëve me i deviju fëmijët, me i aprish ardhmërinë fëmijëve dhe me ras në haram, në edhe fëmija bashkë. Fëmija jenë të papjekon, fëmija shkojnë simbas prenderve, familjarve, mësuesave. Ata nuk kanë lirit plot të veprimit. Fëmijët nuk kanë lirit të plot të veprimit. Për ata edhe ligji nuk i rrok ata. Nuk i rrok ligji i plot, është ligj i veçantë për ta. Edhe nga ana fetare, shariatike. Nuk kanë lirit plot të veprimit. Për atë arsye nëse bën ndonjë shitblerje, nëse është shitblerje vogël, konsiderohet legjitime të një numëri në ulemave, jo të gjithë. Nëse është shitblerje e madhe, i kalon baba para, se jetimat, apo ka babën pora, i ka punë të vetë akti, i ecë biznisi thmis edhe ky bën parë shumë. Dhe shka në blen një automobil, shka në blen një banes, shka në blen një shtëpi,
nuk është kontrata legjitime pa miratu dhe kujdestari ti familjar. Nga se liria e veprimit i ti është e mangët. Tani, cili ka fëmi këto? A ka fëmija je të fëmi? Cili ka me të fëmive këto? Dhe populli e përdorë shumë qartë dhe thjesht. Mos e bëm me mend fëmive. Pra, mos bërë nivel tyne. Mos bërë. Nga se dëmton mas pare fëmijun tënë. E të mundu me përkdhel fëmijun e dëmton dhe shkatëran. Dhe nëse ja shkatëran të ardhmen. Se fjalla vijë në shkencë, në mësim. Nëse ti nuk e shtërngan fëmijun tënë mësim për vëzhlisë. Dhe e thot, pa baba mu se mbërtet, pa i ty bën e këm gajlo, në nuk mëse heq. Në shkollë nuk i bërtasin, tashme edhe milesh nuk u zëvën i bërtit. Baba i, pëse me mësuaj? Pra shumë i knaqën fëmija, shumë i lumë të ndejtë qëto. Që ka ndodhë mas e zë djetë? Dhe në qafën pas baba, në qafën pas mësusi. Apo? Ose, fëmija i teket ati me shku natën, në për kafe, dreqët, në për kuta diun, në faqet zeza, e droge, e arme, e fike, e kuta diun. Dhe kur bjen bele fëmija ta që të babën bele, dhe shkanë në burg, dhe atje ta në rritët e pjeket në burg, dhe kanë ne mas shumëti, që të që ka dhonë liri, që të babën e vetë. Pra, e shef, që si bëhet baba, armiki e vladit, të mundu e me mshiru e vladin. Kje për këtë dynja. Po për ahiret, që e vlad, bëhet armik i babes. Armik i babes. Thot, kë ma ka bërrash mu, kë më ka qëmë në haram, kë ma ka heshu punën e kufrit, kë. Andaj, babët më kani, për qa përndaj, jo biti mi, nuk ka vitri, nuk njohën a vitri. Dhe në shkollë, ti do të më thonë ati mësuse, së të më thoi mësuse. Pse për në rrenë, pse për në genjeni, ka baba dime, pse për rrenë mësuse? Falë që për shprejhje, kërke fali mësuse, për pse për rrenë, pse për genjeni. Si punë e majmunit, kështë e për majmunit? Mire, a thëmë në ty e mësuse majmune, ose mësuse majmun. Qa bënaj? Ose ajo, e qëtë për jure? Pse? Pse më thë majmun? Ty, a thë jena për majmunit. Pra, sërgjyshet, ka majmun. E majmunit që ka bën? Bën majmunin, antaj të koke majmunesh. Qka ka të keqë këto? Nuk të nëgjita, të vetë e the. E prënën. Se prënën. Pra, pëse për rranë miletin? Pëse rësmëtare për rranë që ka babadimi? Ko është të babadimi? A me rranë dhe më ne duku ju neve? Se të nana tonë në kërë më kone të vegjel. Se ti e kënë zonë, të se kënë zonë, kur vike fesa shëngjergjit, më lini më në stërpik me ujë, në më ngjezë herët. Që në ka bëni? Dëhë që shtu djelem. Po pëse ojnë në qakja, jo djelem kanë thonë që shtu se përhapën ma gjitë, tani qka? Tani në mbrojnë të ma gjive. Ta shtu e pa njëna, tjetëre, njën i tjetëre. Asë s'kanë ditë, sa e vërtet kja. Të pralla. Po pra, bëstet një, të cilat në fe, qesin për i dinet, qesin shirk, Allahu në arruajt, për nëna tonë e kanë ba Allah e pas të falë. Andaj dhe të mja qeli sytë kësa i rinije, dhe të mja të regu vlerat, me të cilat ngritën këta, e në shojnë hajrin, sa u kena bërç, e manet e kem. E jam së rrugën e dreqit, rrugën e devijimit, e degenerimit. Nga se rruga dreqit është e dreqit dhe qënë të dreqit. Rruga degenerimit është degenerim, është shkatërim. është shkatërim për rini, shkatërim për shoqëri, shkatërim për vatan. Se zgjatëm. Allah shpërblet, do të vazhdojmë me telefonatën e cila po pret në linjë në regjia nëse është ende, po e inkuadrojmë pa humbur kohë. Alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Ndoshta një atë pyetje për hoxhën çka mundsi? Por nani. Ndoshta me pyet nëse kemi ditë borxh të Ramazanit, s'kemi mujt me agjërue, nëse bëmë njet me agjëru çat ditë, po s'munëm edhe atë ditë, ai e kemi borxh vetëm atë ditë që kemi pas borxh të Ramazanit, edhe këto që kemi prish çat.
Po, edhe është njëjtë si me lexu Kur'anin të arabëve sikur të turqve. Kanë shpërblimin e njëjtë. Edhe na femnat kemi qef, është gjuna me majtë, se keni thonë që është gjuna me majtë rrobat që nuk përdoren. Po, si për shembull postava, peshkira, e çto, është gjuna me i majtë mos me i përdor. Pyetja e tretë është e qartë, për çfarë kuptimi? Në qofë se blemi postava, çarshkafa, peshkira, edhe nuk i përdore, i lajmë për një kohë ma nenaj, domethënë, është gjuna mi majtë ato. Në rregull, faleminderit për telefonatën. Selam aleikum. Aleikum selam. Pyetja e parë ishte për ditët bësh të Ramazanit, nëse filloj me agjëru s'mundi me prishmi, tash a kemi bësh këtë ditë që kemi prish, plus ato të Ramazanit apo vetëm ato të Pyetje shumë e mirë. Ramazanit. Pyetje shumë e mirë. Allah që përbleft, trujtë Zoti. Ashtu vdijen. Tek me dhebe Hanefihi, bashkë me ta edhe Malikit, me që anti Hanefit këtë meselën ma strekt, nëse e fillon një ditë me agjeru qoftë dhe nafile, se le më farz, dhe e prish, dohet me kompenzu atë ditë. Kështu që i bije, këta shika 2 ditë me kompenzu, si mbas Hanefive. Ditën që ka mbetë Ramazan atje, dhe një ditë të cilën e filloj, por e prishi. Por, nuk thonë kështu Hanbelit dhe Shafit. Nuk thonë. Ata thonë, nëse agjërimin nafile e prish, qoftë dhe kaza, detyrohesh me prish, e kompenzon ditë për ditë. Farzin nafile se kompenzon heq, se kjo obligi me kompenzu. Të Hanefit jo, të Hanefit është ndryshe. Pra të Shafit s'ka mu që ditë me agjëru e prishe, kthesh për njëtën dita 5 agjëra. Kjo është ke hoq. A të Hanefit e nise me agjëru, nuk e qëve deri në fund, të kjo ditë mbetet bërq, edhe ditën që ke fillu me agjëru e nuk, të se ka agjëru ashtu, e të bën 2 ditë. Ta është njëjtë me lexu si Kur'anin në gjuhën turke si atë arabe. Jo në turke, nuk ka turke. Po Kur'anin me të botuar në Turqi. Nuk ka gjuhën turke, po është i botuar të turqit. Që alfabeti arab është alfabet arab, Kur'ani është Kur'an, por mënyra e shkrimit ndryshon nga një vend në vend tjetër. Nga se gjuha arabe, prej stilit të saj, prej specifikave qerive të saj, është se shkruhet në disa forma. Dhe janë të njohura me 10 lloje shkrimesh me të cilat shkruhet gjuha arabe. Kjo është e para. E dyta, Kurani, i cili është shkruar nga sahabët në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e pastaj është shtubuar në kohën e Abu Bekrit, nuk është lehtë me lexu, po ta kishim origjinalin sot. Jena për disa arhiva, disa kopje të vjetra të kohës sahabëve, ku i përngjan asaj që ka qenë në kohën e pejgamberit. Nuk ka as një pikë, as një vi, as një harek, as një vokal. S'ka. Më vonë, është zhvilluar shkrimi arab dhe i kanë qitë pikat. Për shembull, 4 shkronja, formën e kanë të njëjtë, po ja hjekje pikat, mund të lexohet në shkronjë në 4 shkronja. Mund të lexohet B, T, Th, N.
veç pikat e bëjnë dallim. Asgjë më shumë. Më vonë, hala më vonë, janë gjitur shtëvija që thëjnë harekat, hareke. Nga Afrika, se po gabojnë njerëz të lexojnë Kur'anin. Pastaj hala më vonë, veçanti kur ndodh të shtyp shkronjat. Ato i kanë ndjekur një formë të caktuar të shkrimit. Për shembull, shtyp shkronja më e famshme në botë për Koran, që shtyp Koranin, është mbretët Fehd, e cila gjendet në Medinë. Është më e famshmja në botë. Dhe cila me qindra milion dhe tash ka printu, ka shtyp Koranin më sa, me qindra miliona. Dihet numër, po nuk e di sa, se kam harru. Ka kalu 100 milion shën. Ndoshta përmi 200 milion, sakt nuk e di. Aje ka marrë në formë caktuar të shkrimit. Dhe e ka futur në shkrimet e Koranit edhe një pjesë që quhet Tejvid. E që është një shkencë e veçantë brenda shkencave të Koranit, e cila merret me leximin e drejtë të Koranit. Është enkas për Koran. Jo për kur flet arabisht, kur shkruan kështu, për gjuhë arabe. Nuk ka për libra ajo. Nuk ka për shkencën që ka alfabetin arab. Është enkas për Koran. E që bie ku me zat, sa me zat, sa me shkurtu, me dy fishu, ku më nal, ku më s'më i tjera. Tash, disa shtëpi botuse të quaj kështu, këtu nuk i cekin. Ja. Por dhe të me ditë si lexues. Disa i cekin. Dhe më thonë dallim i vogël kjo, për ata i cili dhe me lexu Koran, ai e ka një, veç pak dhe t'ja merr fillin pak, 2, 3, 4, 5, 6 faqe, ose 10-15 faqe, pastaj është njëjtë. Andaj që është mesela që shmësohet insan, për ndryshe njëjtë është. Të zame që këta të Pakistanit e të Indi se kanë një shkrim të veçantë. Sa që edhe shtyp shkronje mbretët Fehd, kur i batan, i shtyp Koranat për Pakistaneze, Bangladesh, Afganistan, Indian, për musliman të Azisë Mesme, i shtyp me një shkrim të veçantë. A që në Afrikë e ka një shkrim të veçantë. Tamam? Dhe se cili popull, por e njëjtë është, të sillet ajo, e njëjtë është. Do të kalojmë tek telefonata tjetër. Selam aleikum. Desha një 3 pyetje hoxhës. Por nëni. Jam një motër muslimane, i fali 5 kohë namaz. Desha me pyet hoxhën që adem po du më mblu me emër të Allahit. Edhe bile gjumi nuk po mzatu me nu adem ma shpejt më mblu. Po nuk pe di tash a ma mirë shava me prit që të Ramazan që të vina kismet. Apo me një herë një këshill për hoxhës e deshta. Po? Edhe dyta është gjëna me gjek tesha, për shembull çfarë si përdor. Me djeg tesha? Po. Edhe treta është e lejushme na ka dek baba, është e lejushme me shku me bë datë vorri apo me bë namaz në shtëpi. Kur i ka dek baba që sa? Frek që 4 muaj. Në rregull, faleminderit për telefonatën, ju përshëndesmi. Selam aleikum. Aleikum selam. Pyetja e dytë se kësaj motre me djeg tesha lidhet me atë me pyetjen e asaj motre se ta me majt pastava, peshira, çashafa, nëse s'ken çfarë mi bën, më mi majt në shtëpi. Po monesh me bën shtëpi. Po monesh. Edhe po ashtu ke me djeg tesha. Në fakt me djeg teshat të themi se është ndaluar, nuk mund të themi, sepse më thonë ndaluar të njerëzit mon që i bojnë tesha, dhe të miru që të mushe shpia tesha, andaj ma mirë është ato që të projnë, që nuk i veshe, nuk i përdorin mileti, me i pastru, me i hekoros dhe me qut dikon që i merë dikosh. Në përëndim, të gjitha shtetet përëndimit, kujtaj, e ka një sistem shumë të mirë, që organizojnë në organizatat të ndryshme, dhe në shumicën e qyteteve madje janë lokalet, hapësirat e veçanta për me shkuar me i hedh
me lanë teshat të cilat nuk i përdor. Me pastru, me lanë. Ata pastaj i marrë dhe i qëjnë për vendet të varfëra në për botë. E që është një gjest shumë i mirë, shumë i lëvdueshëm. E tek ne në Kosovë këto nuk e di, a kem diçka të tillë nuk e di, e do të ishte shumë mirë, po të ishte ashtu. Sepse sa të kemi tesha të gjithë, të cilat nuk i përdorum, e nuk dina që më bë me to. Por, nëse ato jenë vjetru dhe të dhime në mja dikuj thus, kur si bajon as nuk besej që i ban kërkosh, s'kam kuj lapi djegi, s'ka dërt. Pa. Shamin, për do me qitë, për me pritë Ramazanin a... Larga Ramazani i mëtër. Larga Ramazani. E vallahi, dhe i nesër o gatë me pritë. Dhe i nesër është gatë me pritë. Ta shkëpë thëmë këtë dhe nesër o gatë me pritë, pa më kujtohet një rast, një gjemat, shumë e mirë, pa më thëtë, një ortodoks, po do me pranu fenë. Amo, pa ka qeftet e në gjami tonë. Mirë. Dhe e lam një ditë, nuk e ditë se la ditë ka qenë, kur e rrë kjo vetën, ashtë e ku me ta i zëtnia, tha, nuk e di që ka tha e met për nesër. Met për nesër. Tha shë mirë, me bo me pas deke na i sante. A i nesër ka ndërmed me tha shahadet. Po me bo me pas deke në sante, para se me tha shahadetin. Kush kanë? E ndjen të vetën fajtor pastaj. Të nesëve në kërë ardhë me te, në këmë tha në rësytim, tha ma së ndej. Tanë, natë, në tha plajtë nuk kam. Kuku për mu, mas për desa i sante, e kuku për mu, e që thëmë tani zotët. Po e deshte Allahu, pa ty mëraj, erdhe e tha shahadetin, dhe bo musliman ma e mirë sa unë. Ma e mirë sa unë. Edhe pasaj rënej sa rënej, edhe disë mas dësa viteve. Pra do të sa ma shpejt është më mirë këtë rast. As ka, punë të hajrit, nuk ka Ramazan, para larga Ramazan. Për një mujdet. Punë të këqia shtysat mësh, punë të hajrit krysa ma shpejt. Sepse askush nuk e din kaderën Allah, çka ka caktu Allah. Pyetja tjetër dhe asoj motës ishte të baba ka vdek për disa mujve, a duhet me shku të vorë ti me boda namazat qa? Jo, doa në bëjnë namaz, nuk keni ujtë të vorët me shku, por a bën me shku të vorët, po bën me shku të vorët. Por a kem leve me shku të vorët për më luti ju. Lutëm të shpia, e namaz. Ama a mirë me shku po, veçan ti borët, me shku herë të vorët. Me dhanë selam në se babës, po dhe të tjerve, dhe me lutë Allahu në zë vë gjelë për ta. Atëherë do të bëjmë një shkputje të shkurtër për t'i falendëruar sponsorët tanë dhe pastaj vazhdojmë tutje me pjesën tjetër të këtij misioni, vazhdoni të qëndroni edhe me tutje me ne. Përse të kërkoni kur mund ta gjeni, ju presin mbi 300 makina të reja dhe okazion prej markave më të njohura. Albini Auto në Rrym Lang, Zyri, është partneri juaj i parë për makinën që ju dëshironi. Na vizitoni dhe befasoni me ofertat tona ose vizitoni webpaqen ton autovisalbini.ch. Albini Auto, ne e kemi qelsin e makinës së ëndrave tuaja. Rikthehemi në studio për të vazhduar tutje me pjesën tjetër të këtij emisioni dhe me tutje linja telefonike është hapur për gjithë ju që dëshironi të bëni pyetje dhe pastaj sigurisht për të marrë përgjigje apo këshilla nga hoxha i nderuar doktor Shevçet Krasniqi. Pyetja radhës thotë selam aleikum, kam një pyetje për hoxhën, thotë pasuria e babës çush e di nuk është më mundo sa është ende gjallë ai. Thënë në këtë rast, nëse baba i ka 2 apo 3 djemë dhe djali i madh ka dalë në banesë vet pasi që është martuar.
por edhe djemtë të tjerë që jetojnë me babën e ka secili rrugën e vet, po ashtu edhe baba këtë rast prindi ka kushtet e mira, nuk ka nevojë për çështje materiale. Por të këtë rast, cili është haki i djalit i cili ndahet nga baba dhe nga vllaznia, del në banesë bashkë me gruan e vet. A ka hak ndaj prindërve me i pagu pra pagesë, edhe po ashtu ndaj vllaznive të cilët janë të pavarur sepse kanë rrugat e veta. A ka hak djali me kthyer babën? Me dhënë parë. Babës. Po, sepse ai ka rrugën e vet, është domthoni i pavarur, ka shëndetin, pa- ka baba dhe djali. Këtë rast Tamam. është e qartë. Baba, përderisa baba është i pavarur, çfarë vjen parë të djalit? Po ky po fiksohet mos prej në hak, ndoshta Jo. mos mi jap Që diçka. Së pari, pasuria vëdahet pas vdekjes. Sahi. Por me gjitha të bën të ndahet edhe sa është gjallë. Ka që e nda sa është gjallaj? Mirë. Jo. Tam. Edhe veprojnë një numërin njerëzve kështu. Tani, djemë të cilët ndahen sa është baba gjallë, edhe bojnë pare për vete atje, e i pasinisht e tyne. S'kan hiset atjert. Pasuria e babës, që e lën baba, nëse nuk është nda, e lën baba, ato hise kanë të tanë. Se në dy lloj pasunish. Pasunia të cilën e ka fitu baba, ja ka bë djemve, një vdaft o kry, po si vdau dhe vdes qatë pasuni dhe të me do këta mas e des baba. Dërsa ata që kanë bua ta vetë, me njës të veta, pasit që e ndasë, kanë bojnë me këta tjerë kurgjo, këta nuk kanë hisen të kurgjo. Mirë. Ata obligimi të haku i po. Nëse për këtë hakut të evladit ndaj prindrit, kjo është hak i se cilit. Kjo nuk ka të bëj me atë a është me babën a është nda. Ja kjo nuk përmenet. Kjo askundë nuk figuron. Kjo në trut shqiptarëve është. Kjo në trut shqiptarëve, baba me ty, ja pa fshajrin ti, me të dhe i rësdashtim në dhej. Kur desë në vej, ka i pashëm se ti ka jene. Kur desë. Asa gjallë, ty, ta bëvë zëtë e qarën ty me grutane. Asin mën me lek, sin e mën me kur gjo. Ja, kjo është të shqiptarë, tërku nuk ka kjo. Kjo s'ka të bëj me fe. Që kam hakon ndaj babës më shumë, se sa ti, a veç i përrime ta, që kam hak? Asgjë. Si ti, si unë. E kemi njëjtë dhe e njëve në ka njëjtë. Andaj që të gjithë kemi hak ndaj babës njëjtë. Por njerëzit, subhanallah, që është njëri me kanë interes gji. Edhe ndaj babës, i cili e ka rritë, për bëjë sebeb që ka në këtë dënja, i shkreti dhe ka fshatën e gojës, të bukës, o ka në gjendi, me edhe në vladit vetë, sot kë vlad, e këqyr a ka nevoj, a s'ka nevoj baba, apo a i këpi mjaftan, vlau që është me babën. Qa me dhanën e ka bëllë, ka rrugën e djallit vetë. Edhe kjo e rodh. Kjo është shumë keqë. është mirë për atë që këqyr babën, lume për veti, po kë mirë për veti, i cili letë që nuk ka të fatat në fakë. Me nejtë me babën për ditë, e me përkëdes për babën, për te, por edhe me lek me para, për të më gjindë. Tani, nëse baba ka nevoj për lek për para, tane kam bërsh njëjtë. Nëse baba nuk ka nevoj, bërsh nuk e ka në obligim ligjor, por e ka në obligim moral. Por e ti ka baba rrugën sa tanën. Le ti ka. A nuk është nerë për e vlad. Babës vetë mi dhanë herë pa në hapë mërë është të parë, por në kam e birë sen se vinë, anë mërë për që ka dushtë, e për gënë e dushtë.
minimumi jep tina dhe jep dikuj sadak. E për djelve tu jep. Një pat vetë. Ose jep në gjami, ose jep këshive, ku dënë, të ka e gjepin. Të në përmjet tina i bët 2 sevape. E fetan knatësin e babës, si rjedhoj fetan knatësin e Zotit, lutit e babës, po baba të s'kane për të jep sadak, dhe fetan atë dhe sevap në sadakas. Që e djali mirë ti. Qëfar arsi është taj? Qëfar përgjigj është taj me thonë, a në pëse me dhe babës s'kane e baba, pëse me dhanë në? Dhe me thonë, për dëfë ka me përit, që baba më bësë sadaka me ftjaq, me hikë për buke për tesha, e tani ti me dhanë. Për dëfë kanë qatë dërejgjë me ra. Sikur fukaret. Ku që është për të kujna me dhanë dima, pytë kë, ka zëmë shka kushtet, kë ty bënami, ka pa i kish vyj, një kërë me blej kish vyj, do në nëzime qëndërore, do jo, nëzime qëndërore se ka mas për veti. Jo, ty, për nëzime qëndërore, kë nëse do me nëgjit, do druja blej, për më nëzime qëndërore, jo, ty, bas vetë se kam. Pra do të në prit më bëj, fëkara i dekt për minimu. Këtë fëkara e këtini më jene. Pa prata, baba që ashtu me kana pa, të minimu. A këllë ka logjikja të një vladi hajrit, i cili e dënë Allahun, e besan Allahun, e dënë pejgamberin, e besan pejgamberin, e besan ditën e gjykimit, e din hakun e babës. A fat keqësisht, që shtu veprojnë pjesë e madhe, shumë e madhe, e djemve tonë, së tek shqiptarët të tonë. Për shambull, i ka 4-5 djem, një ka këto, 4 kam përëndim. Asë një pare s'jepë, thënë ka bëllë, djore, e një maj ka, nuk e të hikë. Po lemërët ja, apo do ka me dikune e të një gjinë të mësën e ja. Po ka s'ka të ki babë, qysh vjen të përëndi për Evropës, nuk e bëjnë në dharat babës. Edhe nuk e lënë dë pare. A i herës ti merë, ti gjithë qysh me lënë, ja? Që ka dush ba me tu? Gëzohat marë, me gëzoh babën marë. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah në përmirësor gjendjen tonë. Po. Vazhdojmë tutje me emisionin, kemi telefonatën tjetër, inkuadrojmë, alo. Apo dëgjojmë telefonata, selamu alaikum. Po presmi pak, apo? Okej, në regull, nëse... Në regull, po vazhdojmë tutje me pyetjen derisa të lidhet telefonuesi, apo telefonuesja thot, a mundemi me marrë veten mësysh? Ka prej ulemat të cilët ka thonë njëri mund të merr vetë sysh. Allahu na ruaj. Po. Është ka i telefonat, okej, po vazhdojmë me pyetjen e radhës. Thot, cila është sadakaja më mirë me lënë mbas vdekjes? Ajo cila është më profitabile. Sa më dobishme, sa më shumë ja pa hajrin njerëzit, aq më shumë ka se. E tani kjo ndryshon për kohës në kohë. Për individ. Ndryshon kjo. Nuk është njëjtë, domethënë. Jo, nuk ka njëjtë. Nuk ka njëjtë, ndryshon. Sepse një send në një kohë ka vlerë shumë të madhe, në një kohë s'ka shumë vlerë. Për shembull, në një zaman njerëzit kanë ndërtu qeshme. Se të kushojnë qeshme s'pin. Kanë qërë pusa, ka thënë bonari katunit. Njerëzit kanë ndërtu hamame, banje publike. Sot kanë pak vlerë. Po s'kam vlerë heq, veç kam vlerë arkeologjike, se të bëdi havandrët. Apo? Po. Dhe kështu më radhë. Pra, kjo varet për zamanit për kohës, për ata njerëzit bujar, fisnik, të pasën, do të më shiku ku ka më së shumë të interes islami dhe muslimant që të me financu, me dhonë zeqatën dhe sadakat e tjera.
Vazhdojmë tutje me telefonatën e radhës. Selam aleikum. Selam aleikum. Aleikum selam. Kam dy pyetje për doktor Shefqetin. Urnoni. A kish bo për qytarinin me maru dikun sukur xhamia që ju mbon disa vena me maru për me edukue, për me udhëzun rrugë të Zotit, Po. që nuk po edukohen heq, e me i mësuen fetë të Allahit në Kur'an, e qysh më sjell, e qysh më ruajt, edhe në shkolla fillore, e në të mesme, dejt e fakulteti, me pas që i për cjell dikush bre mos qysh po dragiratën, qa po bëhet, qa po njet, Allahi na udhëzoft, Allahi na ruajt. Amen. Pyetje tjetër a ke? Me pas një vend dikun për ta. Qartë është Edhe pyetje. edhe një pyetje. Po. Po du jev këto të vërrezat e hekurudha besën Zotin kun, veç kanë ble, kanë qelë dhe farsi firmat, betonit, as di qka, kush nuk e blen me zgjënu venin, s'kem ku me hi vëllan dhe kur të jesëm tut në qatë. Ja, Allah të rujt. Faleminderit për telefonatën, ju përshëndesim. Selam aleikum. Allah të aleikum rujt. selam. Allah të rujt. Kjo është, që thënë kësaj punë? Kësaj punë i thënë me dal një gru e mi mësu burrat që me ba. Po të shtë thënë. Që ka ndodhë shumë herë në histori, fshatna, qytetë deri tek në qeverije, mbretnije, në shtërije. O dal një gru, edhe ka mësu ushtërinë që me ba, ka mësu mretin, e ka mësu qeverinë, e ka mësu. Ka mësu pleshtë e katonit që me ba. Sepse kanë ma borë se burrat. E kjo, ko ka qështë. Me meshme se burrat e pëdjeves. E që kjo. E si lujen më shfjallën e sajnë, hajtë, thuj se ka mirë. Të kam bloku vorët të nanë atje, dojmë në hipin qilë për ndërtesave, e dojmë lidha atje me Serbije, me dojmë mërdare, dojmë shku me biznise, e ka dojmë Prishtinë, e nuk qohet një evlad halal, me mal halal, e me njërës halal, e me mendu për të vdekët, se ta anda kanë me vdekë, komplet për diba, që është me tokën me ka nër tokë, ta në veç vinë tjertë, inshallah, po që ta këta kanë me vdekë, sigur nga Prishtinë këto. E nuk qohet dikush me thonë, oj, ju njerës, ju po menoni për vetën, po menoni për juve. Andaj, unë ja blej, një trollë, bëhet sa të bëhet, edhe, ose në lësharën teme kam nga që atë, ose shkën dhe dikujnë asa shëti, o borën të në që kaqë, o borën e shpinë e kejtë me shi, me malshu këto, se po du me gjenu për vore, me riparet, dhe shka pa shkajrin. Unë po du me lënë sadak për shpirë tem. Sadak për shpirë tem. Tek ne pas luftës, me lidh me këte, në fshatin tem, që tash na heqen shteti. Vorët tonë të cilët e kem pasur deri në luftë, o mboshën. Dhe erdhëm për fundim se do të më qelë vorët të reja. Tash, hajde kush pëlshan një troll për vorë. Aty kështë e vene më i përshtatshëm, ishte një këshërini tim, të cilja përmendën, dikush tha pa, me knatësin më të madhe. Kompletara jam është e juvja për vorë. O më ledhen me halla, i bënën parët dhe thërën, dhe janë nësi me varros njerëzit. Edhe bënët të ndoshta një 20-30 vorë, e pastaj, 30 nashtaj, 20 nashta, edhe i heqëm vjeta, par vjet, edhe transferu në Biliq. Qa përdu më thonë me te? Kur e lëshoja i këshërini jam token, për vorë, në nuk dëshën që pëna hekim mas 20 vjetë. O flitë ke, por s'kishtë sigur të kërgjo. Dhe e mëj kemi pënua toka diqka, por jo, këmë lanë për vorë. A disa e gjelezova për se mire sa i morë lakmi. Thash lëme kjo për veti. E ka zgjidhë Allah, pa të zgjidhë zote me bëhajrë, së mundesh me bëhajrë, mësë harra. Pa të zgjidhë zote me bëhajrë, së mundesh me bëhajrë.
Atë ka zgjedhë Allah me bë hajër, edhe bëni hajër. Dhe unë smujtë me bëhat hajër, sepse se kisha vendin tokën tem që të pozit të mirë, përshtatshme për Varreza, dhe aje pat atë në faka të fatë. Kështu që më punë të hajrit, me bë gara muslimat, më gëzu. Dhe gjitha e pëdive, më interesu një gru, më bë qarën burra ku më varrës e grave, me zëtë bën rahmet. Allah i drejtoft ata burra, Amin. të pëdive se ta neve tjere ja Rabbi, e ty Allah hëtë gradoft në gjenet qoftë. E pyetja e parë, inshallah fjala jote bëhet sebe për motër, e shkon veshën zemër ndonjë llapjane atje, edhe bëhet sebeb e zgjenot e venat i Varrezave. Pyetja e parë është po aq me rëndësi, sa e dyta mos koftë më me rëndësi, e që është edukimi i rinisë. Ke ka për zemrës plast, sepse rinia jonë nuk i kanë punë të mirë. Se kanë punë të mirë, sepse ata që do të më interesu për ta, e që është Ministria e Arsimit, qoftë lokale ajo në për bashkit apo në për komuna, qoftë e qendrore që është qeverisë, nuk interesohen për edukim të rinisë tonë. Nuk interesohen. Me keq ardhi nuk interesohen. As laf se bojnë. Këtë interesën për kushtim në kanë me i degeneru rinin tonë, për jo me i orientu, me i drejtu. Veç me i degeneru rinin tonë. Kaq. Duke më se harrua edhe përpjekjet e më dha të dëshmënëve të rinisë, të dëshmënëve të këtij popullit, të dëshmënëve të vatanit, të dëshmënëve të dinit, të dëshmënëve të traditave tona që kena pas, që ata dhe jepen pare përpjekjen 24 orë për me shkatërru rinin tonë. Qoftë me droge, qoftë me rakije, qoftë me moralitete, qoftë me degenerime, qoftë atje me sponsorue, jena për maturës, jena për ekskluzioni, e faqe zeza, ku ta diun, ku ta diun. Për kajtë këtu të gjojnë kohë, e lek e mund, e ide, por veç me eduku mirë, me dasht shkollën, me dasht prindin, me dasht qytetarin, me dasht vatanin, me dasht moralin, me dasht shtetin, nuk ka. Për këtu s'ka. Këto që këtë rol e luajnë veç hoxhallarët, edhe familjet aty këtu që ka dhëzu Zoti. Për tjerë, Zot bën rahmet ja Rabbi. Përshëndesim telefonatën e radhës, alo? Selamu alaikum, një motër nga Zvicra. Po? Ju përshëndes juve dhe hoxhën e nderuar Shevqet Krasniqi, elhamdulillah që e mora livjen s'pari, se me mu jam të tentu me marrë këtë livje, elhamdulillah Zotit. Alhamdulillah. E kam një pyetje për hoxhën, për Po. prindë me. I kam prind Kosovë, jetojnë në Zvicër, po si prind të atinve kohëve që janë analfabeta. Do më thonë, problemi jem jo, po kjo gajlja jeme e kam si fëmijë, prindve me javë ku mësu duat gojarisht, sa ata s'din shkrim, ata s'din lexim. Do më thonë, javë ku mësu duat kështu gojarisht. Falin, elhamdulillah Zotit, namazin, shka ku mujt, baba shkon në xhami, po nona nuk mundet me shku. E galja jeme është që nuk e falin namazin ashtu, do më thonë, qysh duhet mu falë, bojnë gabime, bojnë sene, unë e kom këtë gajle, shka mundem, atë lutem unë dishka, shka muj me bo që ta kenë sa më të mirë namazin printe me. Ku jetojnë ata në Podjevë? Jo, ata jetojnë komunë Kamenicës. Qa, të Podjevë, unë që këtë të Podjevë pak më herët. Në rregull, faleminderit për telefonatën. Ju përshëndesim. Selam aleikum. Zoti është përblef për Amin, gjithë inshallah. mundin. Se në mur Podjeva gjysin e misionit. Në është lapjana ta pasha korona, ta kem qefta, kem zemës lapjana, të Allah në e rujt, ja Rabbi, se të mirën, elhamdulillah. Mirën lapjana, elhamdulillah, o Zot, Allah i Ne rujt. kena një lapjan këni mro pa kamera. Lapjana këtë vështinë, lapjana. Këtë vështinë, lapjana, elhamdulillah. Elhamdulillah i motër, natë ditë, që Allahot ka bo sebeb ty, lumja të për shpirtin tënë, që Allahot ka bo sebeb
e me mësu ata prind më falë. Andaj, ti ke bo një punë që është mirë, që është madhe, sa që dy janë me ta dhanë, ama këtë dy janë me ta, me të bëmë bretnesh, sens dy. Sens dy, heqit sens dy. Ka ma knatësi, e ma begati, e ma pasëri, se sa më bo shkaktare, e me tra baba dhe nana në seqte. La ilaha illallah. Ilaha illallah, s'ka pare, s'ka pasoni që e që banktohen atë që diskutohet, që vjen shprejhe me bollafat. S'ka që pagun e që. Tani, ata ty t'ka met një qështet një marak tjetër se nuk pëdil më fali mirë. E para, më rëndësi bin Zotin seqte. Dhe qysh din dhe të më falë. Pa falë nuk pa. E dyta, të pëthun ka me nicë. Tash, ose në përmet WhatsApp-ave bera që përdor të me nanën tonë, o shtrejka pak mëseja. Farz, veç farz, më së më falë tërsen, veç farzën, tjerë më së më falë. Veç farzët, deri të mësën nana mirë. Qoftë edhe dekën e të nëzën me to. Qile WhatsApp-in, me kamerë, me za, kënu të surën për mas, nana mas teje. Hyna thuje mas meje, hinna mazë thuje mas meje. Ose, paguaj mu të rdikan, ka me nicë atje. Paguaj në i hëgjënicë, e cila shkan të nana, për dit ka gjë sahat, për dit le shkan, në kohë drekës, ose pak para i qenis, e falë dreken, e prata pak e falë i qenin, e ushtran pak me falë, dhe i falë dy vakte me nanën. Paguje, për një sahat në ditje, paguja. Dhe sa parave i tanë, me shku të nana jeme, në herë ndi që ka një sahat për dinë Zotit, as me fshi, as me pasru, as kur gja. Me ma mësu nanën, dhe sa t'jeshti e sigurt, që nana për din me falë mirë. Edhe kise va pone, du me ta pagu kohën tane. Që atë kohë, unë ta paguj. Elhamdulillah që falë namazë, në regullë është, për dhe sa falë namazë, inshallah që Allahu i forcan hala, ja u letësan me falë me mirë, po. E përshëndesin telefonatën tjetër, e cila për në pretë, selamu alaikum. Selam aleikum, përshëndetje për hoxhën. Po, të ordoni me pyetjen apo pyetjet? Pyetjen edhe si këshill, dashta prej hoxhës, që 2 vjet jam të tentu me fal namazin babi, po babi po ka atë si pyetje, kundërshtime, të mkohen, mu po vjen keq, adin se të ka njerë po jenë shumë fillit, adin me pyetje, me përgjigje të kota, edhe ka njerë befajsoj vetën, pse po tentoj kaq shumë, adin kur ky po fol shumë keq dhe po tutna që po merr gjunohe. Dhe një dit, vllau, adin për ma merr telefonin edhe po fol, po thot jo, Kurani nuk e ka shkruar Zoti, po se Zoti me pas shkruar Kuranin kishton one, e jo Allahu po thot kështu. Edhe unë i thash vllaut mos fol ashtu, tani ja boni tha edhe Jezusi, Isai aleikum selam, edhe Muhamedi aleikum selam janë një. Edhe kur ja nisi me fol ashtu, tu merr keq edhe nuk desh asgjysh me u përgjigj, edhe unë i thash mos fol, ti duhesh me ditë se je musliman, nuk mundesh me thonë ashtu, Muhamedi është një, ti duhesh me mësu ma shumë për fen, edhe ka qenë, se adin ka shku në xhami, kur u kanë ma i vogël, ka xherun namaz, Ramazanin, po tani i ndodhi një fatkeqësi si ka një javë, gruaja vet pësoj solëm trut vogël, kanalin e vogël ju pa të bloku.
Edhe tash e kam një breng, mos kom qenë one ajo që pak ka fol kaq për fe, për Zotin, edhe më bën pak muni, pak fajtore. Kush vllova? Jo kjo. Po vllau, Po. nusja e vllaut i kanë ndodhur një sëlum trut vogël, një bllukë. Edhe ka falme, po ju ka çliru. Po. Edhe tash a din një fajtore që kum shtina ashta me fol. A din unë kum dash për mirë. E qartë. Po, E ta çka dole te vlla pe babes. Kthejmë te baba. unë e kështu fol për babin, Se dhe kështu babu fol me t'lidh, ta, edhe ai e kapi telefonin edhe tha hajt mos na lodh me e din, mos na lodh për fe, je bo budall, gjithë pyetje që Tamam. a din unë punon atë në kohë që 2 vjet jam të e shti babin, ka një herë a din nxehet shumë për me him fe. Ka një herë ai largohet. E tani qatë ku e mur vllau telefonin edhe tani foli keq tani kur I ndodhi që kjo. E pse në telefon, a jeni në shtëpi ju? Apo dëgjon? A jeni në shtëpi? Jo, unë jam e martu me tash. Në telefon e fjolla në distancë. Keni folë në telefon në distancë, po. Po, unë kom fol distancë, unë jam jashtë. Ata janë. Rregull, faleminderit për Të falet nona. Urdhna? Nona, të falet. Po, elhamdulillah nonën e kom shti mu fal, ajo u kam fetare, po tani ajo I lej që shtë namazet e I kom thonë mos I le, edhe ajo tash të I falet rregullisht. Allahu të dashtë të trujt. Selam aleikum, ju përshëndesim, do të merrni pas pak përgjigjen. Allahu të trujt e motën, nga vllaun. Ty të ka begatu Zoti me Islam, me nuri dhe dritë qellore. Të ka begatu Zoti që je vajzë shumë e mirë, edhe ja dënë babës të mirën që du të mja dashtë vajzat të mirën, babës e vllaut e familjes, e me u përpjek në maksimum me një horit që I ka, me butësi, me dhimbshmëri, me lutë babën që ai me falë namaz. Deri në atë mënyrë që përdoret në aspektin gjësor, jo fetar, më ju përgju. Tas jo fetar. Kuptoj se fetar nuk lejohet të përgju askujt, për në aspektin gjësor, pra që përdorëm ne për hatër teme, pash Zotin babë, qote për hatër teme, që për kom që vesh një herë, shto për Ramazan dhe të mja thonë, për agjerim, për namaze. Një vajzë, e cila e lutët babës, shumë, e ka për qafe, puthë, ta në themnë që shkojnë letë me njëherë. E lutë I vajzës, babës, ja qëpon, zemrë ja qëpon. Ma shumë se nanës. Se nanë është të njëtis gjeni. Babës, lutë I qikës, e gjenizën, e këputë. Shpirtin ja thënë, edhe të mirë për hatër tënë pa qëraj. Ti din, që agjerim nuk bëhet për njerës. E din të mas shprosh. Të njëtë në gjatë që për hatër tëmë, që në të abi legenin, që në të epi abdes falu. Ti din që namaz nuk bëhet për njeri, për shuj. Le të qohet pësa, apo hub kila, apo pas muta, që ka bëhet që falet ai. A hub diçka, mos fitoft, s'hub. Edhe agjerimi, agjera. Në bramje, ja bëni iftar të mire, apet për qafe kape, që për babë shëti e njeri mire, bla bla, më nësh me agjeruhe, me disht agjeran të e, është sa mirë me agjeruhe, sen së bëhe. Hajtë agjerim dhe nesër. Hajtë agjerim as nesër. E dykur në rënaj njetin, do që për njëse për I me, se mirë kuka. Po me qindra njerë që të ka njësë me agjeru. Me qindra, me mire ka njësë që të më falë. Që kështë e vladë dhe mirë. I cili teket babës të vetë, nuk e lëshan. Jo dhunë shumë, jo vrajsht, jo me brim, po me latë, me botësi, me dhimshmeri, me shti babë. Me namaz, me ba ose më falë. Këtë rast namaz. Tamam? E elhamdulillah, kjo është vajzë e tillë. Vllaut yt, ai ka punë ma këtë se baba yt.
sepse po thua shkon xhami, sepse ka kuptu hakun, por i ka dha shkelëm hakut, e ka kthy shpinën hakut. Dhe ka dalë për dinit. Allah ja ka afru atina mundësin me shumë se babës tanë. Por ka refuzu në urën dritën qëllore. Ai nuk është i papjekur, nuk është fëmijë i vogël, nuk është ignorante që ka shku në xhami. Më që me thonë në Koranën që ka shkru Allahu, kjo është kufër. Në Koranën së është i Allahut, a tha se ka shkru, ka thonë. Por, Sepse ka thonë e që i bie, po kërë se ka shkru e në Allah, se ka shkru, po Allah ka full. E që i bie Koranën së është i Allah sin pas tine, kjo kufër. Kjo kufër. Kufër, dhe më thonë dalë për din pa iman. Dhe iman nuk ka. Andaj a i ka punë shumë keqë. Dhe ndoshtë e keqë që ka ndo të gryja vetë është spromja mja këtu pak, që bërë veti mas, se të kallë i madhe zëtë. Allahu të kallë, o i shkret. Që në kanë zërë për ty. Por me din zëtë hajgare më zba. Më zba me din të Allahut hajgare. Sepse krejt ata që talën me din të Zotit, këqërja fondi që shëvjen. Bës këqëri mirë. Krejt ata të cilët e luftojnë dinën e Zotit. Madje, edhe ata që e luftojnë evlijat e Allahut, miqtë e Allahut, muslimant, këqër që e bënë Zotit. Bës këqër që e bënë Allah. Këtë dynja e mos pyetëm që e bën ahiret. Që që në dhimet vllajut, edhe konata jote, por në dhimesh edhe ty, se e mërzitesh ama vllajut për që shtaj nuk ka musliman. Jo motër. Njeriu i cili thëtë se Kurani nuk është e Zotit, ai nuk ka musliman. Ai le të jetë çka do le të jetë. Dhe të deklarohet çfarë të do, por e musliman nuk është. Dhe herë sa ta përmirëson gabimin, e të bjeni istikfar të Zotit, të kërkon falje, dhe thëtë një ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammeden Rasulullah. E nuk ka musliman. Allahu na ruaj qarë. Allah shpërbleft, këtë është fundi për sonte, të ndëruar shikues, repriza e këtij misioni është nesër nga ora 12 në RTI. Mirë takofshim javën tjetër. Selam aleikum.